Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish së bashku për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit. Unë e di që ju të gjithë jeni kureshtar të kuptoni si do të merr tashmë fati i Gjestit. Çfarë do të ndodhen me jetën e tij, si do të shkojë rrugtimi i tij karrierës, si do të jetë jeta e tij. Nga izolimi në vëmendjen e të gjithë të Shqipërisë, nga sfidat brenda 4 mureve të Big Brother VIP Albania 4, drejt një rrugtimi të ri që sapo ka nisur, emri i tij tashmë nuk është thjesht një pseudonim artistik. Gjesti është kthyer në një fenomen kombëtar, një simbol i triumfit, i pasionit dhe i përkushtimit. Pas një udhëtimi emocional të mbushur me lot, buzëqeshje, sfida dhe lidhje të reja të krijuara nën dritat e kamerave, Gjesti doli si fitues i madh i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, duke rëmbyer jo vetëm çmimin e madh prej 100.000 eurosh, por edhe zemrat e të gjithë shqiptarëve brenda edhe jashtë vendit. Po çfarë do të ndodh tani me Gjestin? A do të shuhet shkëlqimi i tij me mbylljen e dritave të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, apo kjo është vetëm nata e parë e një ylli që sapo ka lindur? Burimet e afërta me produksionin kanë bërë të ditur se Gjesti do të vazhdojë të bashkëpunojë ngushtësisht me Top Channel, jo vetëm si artist, por edhe si figurë televizive. Në planet afatshkurtra për të është menaxhimi profesional nga një prej ekipeve më të fuqishme të medias shqiptare, që do t'i sigurojë jo vetëm përfaqësim të denjë, por edhe mundësi konkrete për t'u shfaqur në projekte të reja artistike, evente dhe ndoshta një vend të përhershëm në ekranin e madh. Top Channel di të promovojë yjet që ka arritur vetë, dhe këtë herë duket se Gjesti është një investim i qelluar. Nuk do të vonoj shumë që Gjesti të godasë sërish, kësaj here jo me rrëfime personale, por me zë. Ai ka përfunduar regjistrimet për videoklipin e tij të parë solo, që pritet të publikohet brenda pak ditësh. Burime të brendshme e përshkruajnë këngën si një balad urbane me nota emocionale, që përshkon jetën dhe transformimin e tij nga i panjohuri i Kosovës në yllin më të ri të Shqipërisë. Pas suksesit të lidhjes të tyre brenda shtëpisë, bashkëpunimi muzikor mes Gjestit dhe Egli Takos është tashmë në proces. Dyshja që rëmbeu zemrat e publikut me ndjenjen e pastër që ndërtuan përmes vështrimeve, përqafimeve dhe sinqeritetit, do të sjellin së shpejti një duet romantik, i cili pritet të shndrohet në hit veror. Publiku mezi po pret të shohë nëse kimia që ata ndërtuan përtej skenës do të përkthehet në një bashkëpunim artistik po aq të suksesshëm. Nisur nga mesi muajit maj, Gjesti do të niset me një turne koncertesh, fillimisht në Shqipëri e në Kosovë, për të vazhduar më pas në diasporë, Zvicër, Gjermani, Suedi dhe Itali. Lokalet e natës, festivalet verore dhe mbrëmjet artistike do të mbushen me muzikën e tij, ndërsa publiku do të ketë mundësinë të përjetojë nga afër energjinë që e bëri atë fitues së një formati kaq të madh. Ai nuk do të jetë më thjesht një artist që kërkon të dëgjohet, por një zë që përcjell histori, përjetime, vuajtje dhe shpresë. Në një treg muzikor të ngopur me emra të njohur, Gjesti vjen ndryshe, me një përvojë jetësore të thellë, me një karakter të formuar mes dhimbjes dhe vullnetit, dhe mbi të gjitha me një zemër që ka ditur të mbijetojë dhe të falë dashuri, edhe kurse ka marrë mbrapsht. Ai nuk është më vetëm djaloshi që kërkonte një mundësi, tani është njeriu që mori shansin e tij dhe ktheu në një histori suksesi. Në fakt, ky është një lloj interpretimi që është bërë për Gjestin dhe për ato suksese që ai do të vazhdojë. Ju e dini shumë bukur që Gjesti pati një ofertë nga vllau i madh në valixhen e tundimeve që të nisë një bashkëpunim dhe të krijojë një këngë të bukur brenda formatit të Big Brotherit dhe brenda televizionit Top Channel. Gjatë qëndrimit në Big Brother, Gjesti ka krijuar këtë këngë dhe pritet që së shpejti kënga të publikohet në Top Media Music. Menjëherë, po që këto ditë Gjesti do fillojë me angazhimin e tij në televizionin Top Channel, duke qenë i pranishëm në për të gjitha emisionet dhe në për të gjitha intervistat të cilat janë përgatitur për të, me një kontratë 2 vjeçare që Gjesti ka nënshkruar me këtë televizion, dhe mbi të gjitha do të fillojnë koncertet, që deri diku datat e koncerteve tashmë janë bërë publike që Gjesti ka marrur brenda dhe jashtë vendit, dhe do të ketë material për të kënduar dhe për të sjellur tek i gjithë publiku shqiptar. Ne do të presim ndriçimin e Gjestit dita ditës dhe të gjitha lajmet do t'i sjellim në kanalin Monitor TV.